Perceptimi im është që në në tërësi krimi, në tërësi krimi ka gjithmonë tendencë të rritet edhe të tejkaloj apo të shkrihet me strukturat shtetërore për për të mundur për të përfituar sa më tepër të jetë e mundur. Sigurisht financiarisht, por edhe pushtet të cilit pushtet i cili do t'i siguronte pra krimit në tërësi, krimit të organizuar apo përfaqësuesve më në zë të krimit të organizuar t'i siguronte një lloj garancie në paprekshmërinë e tyre, pra dhe sigurisht që të gëzonte si thua një lloj autonomie apo një lloj pavarësie në gjithë aktivitetin e tij.